këto kohë të fundit i kemi me Maqedoninë e Veriut dhe si duket jo zyrtarisht me Greqinë, sepse po t'i kishim mirë me Greqinë zyrtare, do t'a kishim një njohje, së paku. Pra, jo zyrtarisht, edhe me nuk e dikën atje takohet edhe shkon shpesh, po jo zyrtarisht me Greqinë. Unë shpresoj, sa i përket zotit Hamza dhe vijave të kuqe, Hamza njihet për një gjuhë të kujdesshme dhe atëherë kur lavdon, e le mo kur kritikon. Pra është një politikan normal i këtij veni, i cili edhe gjatë fushatës ka dhënë mesazhe të urta për klasën politike, për elektoratin, dhe jo sharje, fyrje, hajvana e kësaj gjuhe. Unë shpresoj se sa më shpejt që është e mundshme, mos është janar, këtë vend kanë me ardhur në pushtet njerëz normal. Me u normalizu fillimisht politika, me u bë normale, pra. Politikant me zbrit, edhe me pa njëri tjetrin si kundërshtar politik, jo si... Edhe me komuniku njëri me tjetrin. Komuniku me njëri tjetrin. Me pas qeveri që stabilizon fillimisht institucionet, i ul tensionet, sepse ne po flasim për një helm që është në bjell gjatë këtyne viteve, që kome qenë kogja vështirë me shëru këtë helm që në është fut në popull. Çdo i dyti ka të drejtë mi thonë tjetërit je njëri servis. Ne kemi ardhur në një situatë kur... 26 vjetë pas luftë. Ne kemi ardhur në një situatë kur na Serbinë kemi kthy nëpërmjet zotit Kurti, ma shumë se kur në fjalorin tonë, në diskursin tonë. Shumë ma shumë. Në komunikimin e përditshëm. Ne s'po arrim me u pavarësu për Serbisë në koka tona. Në vitin 90-a ka pas kritika, po u të bashkë. Për mu është e çuditshme. Në 2008 jemi shpallë shtet i pavarën, në 2025 në koka tona halas jemi pavarësu për Serbisë. Sepse dikujt për i konvenon, një Dembeli, një politikonit mrapsht, i intereson vetëm ky komunikim, ky diskurs. Jojni me ata, jojni me ata, jojni me Sërb, jojni me Shki, jojni me këta, jojni me këta. Kush janë ata që janë me Sërb dhe me Sërbi? Kush janë? Cilat janë veprimet? A kemi na deri që tash, ndonjë veprim institucional, qoftë edhe në qeverisën e këtyne, duke i kontrollu të gjitha institucionet, le të vërteton që njëri prej politikanëve ka kryer akt tradhtie në Kosovë. Cili për tyne ka dalë, është vërtetu që ka pas komunikim me terrorist, përveç Mimoza Kusari Liles, me audio. Cili për tyne? Duhet me shpor këtë lloj gjuhet mrapsht që e ka instalu... Dikuj për konvenon? Po, natyrisht se i konvenon se s'ka punu, përveç që ka dhonë kontribut negativ në degradimin e këtij veni. Po, sa i përket gjuhës së Bedriut, po zotërit Hamza është autentik me ato, dhe me thonë, as nuk stiset, nuk shtirët, dhe me thonë është original në ato, edhe është politikan antipod i Kurtit, dhe me thonë, edhe nuk të nëtonë me konë një surrogato i tina që shtentoj tjerë, ta zonë zotëri Abdigjiko, një karikaturë e Kurtit, edhe... Sepse të nëtonë me kopiu, të në kohën, të nëtonë me kopiu, dhe me thonë me kretë. Modusin politik, diskursin, edhe gjuhën e trupit e ti e ka përbrendsu, dhe me thonë, edhe deri të nënqeshja. Zoti Abdigjiko e pas ka i dalë zotin Kurti. Andaj është njëhet mekanizmi mbrojtësi mohimit, kur të adhuron dikon, e kritikon shumë, edhe e shënesën shumë e një gjuhë kështu papëlqyeshme. Po më duket me Abdigjikun, po ju ndodhë kjo juve. Askush. Sa po përshkruat? Shumë e adhuron.